Villojmë të intervist, aq të shumë pritur nga ju, me personazhin i poçment Facebook-un prej disa javësh, ai quhet Lek Plepi dhe sonte ka qenë fillim që është në studion time. Lek Plepi. Lek Plepi, kujdes do atrokitjet e publikut, kujdes. Lek Plepi, si keni nga ndonjëherë të papritura, nuk i menaxhojmë dot, e çuditshme. Çuditshme. Lek Plepi, ju përfaqësoni historinë e pazakont të një djali të zakonshëm që është kthyer në një fenomen në rrjetin social Facebook dhe tashmë jo vetëm. Tashmë i njohin edhe ata që nuk dinë se ç'është Facebooku. Më në fund sonte do të mësojmë se si u bëj famshëm në pak javë Lek Plepi, ky personazh që kam në studio sonte. Po kush është Lek Plepi për një publik që nuk e përdor internetin? Lek ju jeni nga Duka Gjini? Po. Me muzikën e marrë që në fëmirin tuaj? Po, që në moshën 12 vjeç, duhet të them. Që në moshën 12 vjeç, dhe pse nuk njihni në atë kohë nuk njihni notat muzikore apo jo? Natyrisht. Si thjesht me vesh? Natyrisht. E vetmja vegël që kishit në shtëpi Lek në atë kohë ishte çiftelia. Çiftelia. Po. Kur shkonit që dilnit në fshat, për qefin tuaj, ju nuk arronit ta merrnit me vete çiftelin Lek. Ajo ishte pasioni juaj, në fakt nuk ishte as baktia, as gjëra që merreshin në bashkëtarët tuaj në atë kohë. Jo, vetëm kjo ishte. Çiftelia. Vetëm çiftelia muzika. Pikërisht me çiftelin ju filluat të krijonit motivet tuaja të para, tekstet e të cilave i shkruani vet. Po. Po përgjithësitë e jetës së fshat nuk ju lejuan të futesh seriozisht muzikës. Jo, nuk duhet të them se nga kjo gjë. Duhet të them sepse nga mosha 12 vjeç, që kam pasur një herë në live me çifteli tek një televizor i cili është në Shkodër, Rozafa. Rozafa, po? Nga mosha 12 vjeç e tutje, pastaj vajta kështu rrugëve Kurbetit, emigrimit. Në Itali keni qenë? Po, në Itali kam qëndruar më pothuajse në shtetin më shumë e madh. Në? Itali. Në Itali keni qenë më shumë? Po, 3 vjet e gjysmë. Po pastaj? Pastaj këthuaj se këtu qëndrova, sepse më përpara kam pas vajtur në Greci, shumë me radhë. E keni mësuar gjuhën e këtyre vendeve, keni shkuar Lek apo jo? Jo, në fakt nuk i kam ashtu sepse pothuajse si turist, pavarësisht se vajsha për punë, por nuk e melt ajo se çfarë menojsha, më ktheshin, nga që isha po letra, kështu. A, ju kthenin? Ju kapte policia dhe ju kthenin? Normale që po. S'kam se qëtë mërshme se kjo një gjanë si kthejnë gjithë ata si... E të mërshme se mua s'ka ndodhur asnjëherë, prandaj të më të mërshme, në kuptimin që se ka imagjinu, nuk e imagjinoj dot se si është kur ka policia dhe të kthen. Shumë mirë nga që se ke përvuti. Edhe kështu si në Itali kam qëndruar në shtetin më shumë e madh. Edhe nga Itali kam lëvizur pothuajse si turist. Po çfarë do të atje po dëgjuar me sym duke Lek. Sa goza që i shoh sa goza që po të shumë të sasye. Do të thonë do mua. Në pes, vura e diçka tek ekrani këtu poshtë. Se shkruan me emrin tim Leke. Ky nuk është emri im i vërtetë. Nuk e kemi në fund. Ja, e kemi Lek. Ledio urgjentisht duhet të korrigjojmë emrin e Lekës. Kujdes. Mos, po të intervista që kemi tashmë të bërë gati që kemi me në fund. Do të thashë ishte me në fund. Ja, në fakt nuk është, sepse ti mund të kish parë në Facebook gati që më kishe shkruar. Po mirë, Aleku, mua është fiksuar me Leke, do të thënë me në fund. Në fakt, ky nuk është emri im i vërtet. Është Lek Plepi. Lek Plepi. Lek Plepi. Po pra, si shtatë dhe vetë Lek Plepi, ju vendosët të emigroni në Itali, ku për disa vite punuat në ndërtim dhe në punë mësët zakonshme. Po, si që gjithë emigrantët. Pa e ditur se ardhmja do rezervonte një surprizë, si që është kjo e sot, mja famën. Thërë brenda jush Lek, ju e dinit që një ditë do të bëshit një famë shumë, apo jo? Se e dinja, nuk është se e dinja, po... Ndjeje në thelbe, ndjeje në... Po, në fakt një ndër e kam pas... që gjëri, me vazhdojmë prap... Një javë që e studioj. Vazhdojmë prap kjo andra ime... Që? Që tu një fsha, sepse është një diçka, sepse mu muzika mu një pjetë. është që... Nga muzika kishit të gjithë të? Po, që më në jetoj vetëm me muzikën. Vërtet, shumë me vërtet kjo gja. Edhe në gjumë kur flej me kufje në vesh, sepse e alluroj jashtë zakonisht. Të një diçka si i përkushtohem shumë. Po çfarë muzike këndoni ju, Lek? Në fakt, unë me pëlqen të gjitha rrymat,
Po më shumë? E cila është ajo, është kjo folk. Folk? Po. Verior. Që mos i lof më shumë, Ledio i ka gati, nuk e di si i ka ndarë, Ledio i kemi gati besoj, lek të kamera me lamp të kuqe atje, na duhet edhe ju na duheni për arkiv sigurisht, do thoni vetëm 2 fjalë, Ledio të lutem. Dhe do shohim, Ledio ka përgatitur klipin tuaj më të fundit që quhet me titullin Baba Djalë. Si e ka titullin? Janë 2 të fundit në fakt, është një që e ka mërgjimtar, ka marrë rrugën e Kurbetit, ka me Cmalit e ka me Zdetit, është edhe kjo që e kam bërë me babën. Si ka titullin? Baba Djalë, edhe titullin e ka Baba Djalë. Baba Djalë. Ledio, kemi gati? Ej, sekund sa lidhem qik me... Qani gati i kemi. Fillojmë i kemi një pas tjetës, apo duhet të ndërpresim, Ledio? Jo, i kemi veç e veç. E para është ti të jeshe imja diçka e tillë, ndërsa e dyta është babi. Ja, ti të jeshe imja nuk kam asnjë këngë të tillë. Ti të jeshe imja po është klipi me një vajzë. Nuk kam Bukurosha ime. Bukurosha ime. I pari është Bukurosha ime. I pari është Bukurosha ime, pastaj do themi në studio. Po, se kjo është. I kemi të plota? Po. Sa minuta është i pari Ledio? Diçka 5 minuta. 2 minuta e pak. Bukur, atëherë shikoj një sekondë, ti jemi serioz. Do shohim një klipin e parë të Lek Plebit që quhet Bukurosha ime. Që ja kushton, do të kushton besoj një të dasëm. Gjithta po thuaj se kam të dedikuara këngët. Edhe nga që për momentin aktualisht kam mbi 30. Cila këngë është për një të dasëm? Aktualisht sot kam mbi 38 tekste, të cilat gjithaj bëj vetë, tekst, muzikë, kompozim. Po si këngë sa janë për vetë tekste? Sa këngë ke? Te publikuara janë 3 këngë. Janë klipe? Klipe, bërë këto. Dërsa audio, vetëm si audio? Audio është një e re, cila e ka titullin Sytë e tu, nuk është bërë ala me klip. Do ta këndojmë sot tu? Po, mendoj që po. I madhje, po në fund fare. Po të këndoj, po Sytë e tu e ka. Kujdes me seriozisht të djalë se kjo ka pasion dhe. Shiko, Bukurosha ime i quhet klipi, i parë do shohim tani, i Lek Plebit, që ja dedikon njërës prej të dashurave të ti, ka themi një gjë. Klipi është bërë në vitin 2010, pra vetëm pak janë pak. E ndërkohë që ju do shihni klipi për qefin tuaj të Lek Plebit, dhe zbuloni të gjithë, në studio do kenë mbritur, ta bëjmë pak ndryshe kësaj radhe, disa personazhe të tjerë, të njohur dhe të panjohur. Artistë dhe ata, do ulen ca në kratë Lekët, ca në kratë Bledit, dakor? Ndërkohë, fillon klipi, kur ju të thoni Lek, Ledio të lutem. Te kamera me lamp të kuqe atje. Jepi. Do të vetëm 2 fjalë, Ledio të lutem. Një sekund. Te një moment, një sekund, të nuk u thua diçka. Ata kanë thënë, po ta ka thënë dikush tjetër më thuaj, po unë tani pata një ndjesi, sinqerisht ta them, nuk po tallem, sikur kisha në studio, në moment e bëre fytyrën kështu, hiqe pa dorë, ku po shihte kamerën atje. Ja, në këtë moment, më du se kisha në studio Pitkinin, të beton, Lek, atë ka thënë që një gjanë Pitkinin? Personazhi i madh Pitkini. Ta ka thënë njëri? Në përmes Facebookut. Po të shumë si ka, ta kanë thënë? Po. As jam i pari atëre. Mos ta që ishe i pari, Ledio të lutem. Është i madh Lek Plebit. Mori vajz me sy bojtetit, jam të ma shpiten kurbetit. O prej nërgjimit kam arsat, me ta pu faqen me lat. Prej nërgjimit kam arsat, o me ta pu faqen me lat. Ku do të shkoj, ku do të rrit, ku do roj, e vite këti, se në qtije në zemrën time, mori Bukurosha ime. Ku do të shkoj, ku do të rrit, ku do roj, e vite këti, se qtije në zemrën time, mori Bukurosha ime. O e di bil se je mërzit, ty shati që unë kam i, o kur jam i sa dit
dy fjallë ti thash, kur jam e njësa të ditë që të lashe. O me lëpën të dy fjallë ti thashe. Ku do të shkoj, ku do të rri, tu duroj e vite këti, se veç ti e në zemrën time, mori bukur oshja ime. Bravo Lek Plevi! Lek Plevi, bukur oshja ime! Mesazhe pa fund, të vëllai tim. Lek Plevi e i madh, kjo ishte vetëm një nga klipet që pam, do shohim një klip të dytë. Qetësi u lutem, mos u eksitoni kaq shumë nga Lek Plevi. Do e kemi këtu deri në fund të emisionit pa merak. Na ka thënë fjalë, hajde Bled. Hajde Bled, kush Castro? Po vjen Castro Ziso! Zemë, më falë se ndoshta të lash për pak vonë. Ashtu në vajti puna dhe mami di dash fjallë në fakt, goca që ka në studio quhet Beatrix, ka emrin e mbretëreshës së Hollandës. Dhe është mbesa e Alberia Hadrigjonaj. Është një gotë simpatike që është vetëm 16 vjeç, më duket apo jo, Beatrix. Kujdes shumë kur përdoni fjalë se kemi 16 vjeçare në studio. Ju lutem mbani gojën që nga uni pari Castro sa të iki goca. Pastaj mund të, dakor? Lek Plevi, ky ishte klipi i parë. Castro hipesh me Lekën? Jo, po... Si jetë në Facebook? Po në Facebook, po nami. Sapo... Po në Facebook virtualisht. Virtualisht po. Po si shpjegohet ka sa do t'jesh bërë xhelos me këtë famë të papajsh? Jo, marja. Si për një muaj është bërë një famshëm flitë vetëm për Lek Plevi gjithandej? Po shumë mirë, mbanë mirë. Domethënë, ky njeri pas ka diçka që ka bërë kaq i famshëm. Do mundohemi ta kuptojmë pas pak sepse Lek Plevi është bërë kaq i famshëm për arsye të klipeve të tij që bën, apo për arsye të tjera. Ka ende mister, do në ndihmoni të gjithë sepse. Ledio, si quhet klipi i dytë tani që kemi vetëm një fragment nga klipi i dytë Lek, se s'mund të japim dot të gjitha. Bab e bir. Bab e bir. Po çfarë flet ky klip Lek? Është flisi për babain tuaj? Jo, nuk ka se flas për babain. Ai është një diçka, një ide, një mjaftë. Edhe do të themi diçka ishte ëndra më e bukur e më për vitin 2010. Realizimi Sofi për gjithë dynjan, B52 për artistët po. Për realizimin e kësaj këngë. Një diçka shumë e bukur për mua. Pse ta vatruri që bëre këngën babin? Po bëja shaka një ditë kështu me babin edhe po i thoja mbasi e kisha bërë këtë klipin bukuroshja ime, se kjo ishte e para që u bëm. Edhe po i thoja ta bëjmë një këngë, po nuk më një gjë të dot. Pastaj kur jam usha me emrin më thot, po mi do bëjmë një këngë thot. Po pse edhe babi më pjesë të bërja këngëve? Jo tek bërja këngëve, por gjithmonë tekste muzikë ishin të mia ato, kupton, kompozim, por thjesht me interpretuar me këngë me ta, kupton. Atë këndon edhe babi. Pra, që të këndon edhe babi. Dhe këndon edhe babi në këtë klip? Po natyrisht që këndon edhe babi. Sa i mafje, po se kam parë në të? Po do e qofsh. Edhe mi po jam arrita që ta mushi mendjen. Që të këndojnë, thjesht.